Zoti Ministër, kam kërkuar këtë interpelancë në një lidhje me një fenomen, besoj se jeni ndjeni si qytetar dhe jo vetëm si ministër besoj, për një aktivitet kriminal që është përhapur në të gjithë Tiranën, praktikisht është vështirë që në një pallat mos ketë një zyrë e vogël apo e madhe që nuk merret me mashtrimin e qytetarëve të Bashkimit Evropian nga Shqipëria. Rreth viteve 2005, zoti ministër, unë nuk e di nëse ju ishit në Shqipëri apo ishit jashtë, në Shqipëri lindi sektori call centrave. Falnjohjes së mirë të gjuhëve të huaja në Shqipëri dhe kostës së ulët të punës, ky sektor u zhvillua. U krijuan me 10 mira vende pune. Unë kam qenë një nga protagonistët e rritjes së këtij sektori. Disa nga kompanitë më të mëdha ndërkombëtare investuan në Shqipëri dhe krijuan me 10 mira vende pune. Sot vazhdojnë të operojnë në Shqipëri kompani të mëdha ndërkombëtare me qindra mira punonjës në gjithë botën si Teleperformance, Concentrix, Connecta dhe shumë të tjera, të cilat vazhdojnë të punësojnë një numër jashtëzakonisht shumë të madh të rinj dhe të rejash në Shqipëri. Por fatkeqësisht, siç ka ndodhur në shumë sektor të tjerë, zoti ministër, edhe ky sektor u infektua nga krimi organizuar. Vitet e fundit, paralelisht me aktivitetin e lishëm të call centrave, që punojnë për disa nga kompanitë më të mëdha të Bashkimit Evropian, ka lindur një sektor i errët, ku të rinjtë dhe të rejat mashtrojnë shtetasit e Bashkimit Evropian, duke u zhvatur qindra mira euro. Ndërkohë që call centrat Forex lulëzonin në Shqipëri, është fakt që policia dhe organet ligjbatuese jo vetëm s'kanë bërë asgjë për të luftuar këtë fenomen, por ja bërë pjesë e këtij aktiviteti kriminal. Vetëm pasi ky fenomen u bë shqetësues dhe filluan denoncimet e para në prokuroritë e vendeve ku mashtroheshin qytetarët e Bashkimit Evropian, policia shqiptare u detyrua dhe vazhdon të detyrohet të ndërhyjë kundër këtij fenomeni. Por fatkeqësisht, jo vetëm çdo operacion që është bërë në Shqipëri është iniciuar nga prokuroritë e vendeve të Bashkimit Evropian, por shpesh ata kanë detyruar policinë, i kanë marrë praktikisht prej dore duke u treguar vendet se ku ushtrohet ky aktivitet, vetëm në atë moment policia ka ndërhyrë. Ka një, ju e mohoni, do keni mundësinë të flisni, s'ka problem. Këtë nuk e them unë, mjafton të shikosh disa emisionet investigative italian dhe jo vetëm, si Lejene, si Piranjat për shembull, që kanë treguar me video se si i kanë thënë policisë hajdeni, ja ku është. Dhe policia ka vajtur, është afruar te dera dhe pastaj ka bërë sikur ka marrë një telefonat nga dikush dhe janë larguar nga vendi i krimit. Kemi rastin e Lejene, nuk e di nëse keni para apo jo, ku kanë ardhur në Shqipëri, kanë mbajtur në prokurori të Spaku, e kanë marrë Spakun, e kanë çuar në 2 nga kullat më të mëdha në Shqipëri. Jeni ndjeni besoj për këtë jeni ndjeni apo jo? Se po të kokën po thoshte që nuk është e vërtetë. Në 2 nga kullat më të mëdha në Shqipëri dhe kanë thënë kur kanë mbajtur, këta ishin zhdukur. Operacion totalisht dekonspiruar. Totalisht nga policia. Mirë që nuk ndërhyn, por kur vinë të huajt këtu, këta lajmërojnë miqtë e tyre dhe zhduken brenda natës. Nuk e bënin fshehurazi në një zonë të humbur Tiranës, në një bodrum apo ku di unë. E bënin në 2 kullat më të rëndësishme, më të shtrenjta dhe më moderne të Tiranës. Tani qartësisht ju personalisht nuk keni përgjegjësi se ju keni disa javë që jeni ministër. Por ajo që unë dua të di nga ju është e para, çfarë masash keni marrë ju sot, që çfarë ka ndodhur në këto vite mos të ndodhi më. Që policia të veproj pa pritur që të vinë organet e policisë nga jashtë dhe t'i detyrojnë që të ndërhyjnë. Dhe e dyta, çfarë po bën policia për të luftuar fenomenin e dekonspirimit të investigimeve të huaja. Faleminderit, zoti ministër.
Zoti Ministër, keni fjalën për të dhënë shpjegimet tuaja 20 minuta. Qënë kryetarës duhet të sqaroj se funksioni im si Ministër i Punëve të Brendshme është në nivel politik dhe që do thot patjetër kërkoj në konform ligjit kërkoj llogari për performancën dhe përfshirë dukuri të ndryshme të jashtëligjshme pa adresimin e tyre, duke përfshirë këtu patjetër dhe çështjen e këtij fenomeni sa të 30 vjetër dhe jo vetëm për Shqipërinë, po të përhapur në vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë. Megjithatë, e them këtë për faktin se jam thirrur në interpelancë, patjetër është detyrimi ligjor për të përgjigjur, ndonse po ligji gjithashtu më detyron që as mos ekspozohem ndaj informacione me karakter operacional dhe as mos bëj publike një informacion të tillë që vjen pikërisht për shkak të funksionit në moment caktuar, konkretisht kur bëhet fjalë për autorizimin e përgjigjeve parandaluese. Që të thotë, jam në dijeni të veprimeve që po merren së fundmi nga policia e shtetit lidhur me këtë fenomen, janë bërë publike disa prej tyre dhe për mediat. Unë reagova me gjest për vetë faktin që nuk bie dakord që të gjitha operacionet që ju thatë janë realizuar vetëm nga partnerët, apo vetëm me indicie nga partnerët, edhe nëse janë realizuar operacionet me partnerët, kjo është treguesi i besimit që ata kanë me strukturat e policisë, sepse partnerët padyshim që këtë do ta bëjnë spari me kolegët e tyre të policisë së shtetit në Shqipëri, dhe sigurisht policia referon më pas në organin e akuzës. Kështu që unë mund të përmend pa aq sa mund të jetë informacion i hapur për publikun lidhur me çfarë është realizuar deri tani. Megjithatë, e thash edhe më herët dhe dua ta theksoj në fakt në qenien time si funksionar i shtetit, si Ministër i Punëve të Brendshme, nuk ka patur, nuk do ketë kur farë tolerancë ndaj çdo lloji palishmërie. Edhe kur do të ketë raste kur provohet që janë punonjës policie të përfshirë. Padyshim në çdo dukuri kriminale, sigurisht pjesë e shoqërisë janë dhe punonjësit e policisë dhe po kjo duhet të jemi shumë të kujdesshëm që mos të barazojmë raste sporadike duke i përgjigjësuar ata dhe të bëjmë një njollë që nuk është e drejtë, nuk është e ndershme, t'ia vëmë në kurizë gjithë policisë së shtetit. Kjo është shumë e nevojshme për ruajtjen e besimit publik tek policia e shtetit. Askush nuk fiton nëse ne hedhim damkën, njollën mbi policinë, qoftë edhe kur ka raste individuale, sporadike, të personave të cilët abuzojnë, ashtu siç mund të abuzojnë çdo kush në funksione të ndryshme në administratë, në këtë sallë të parlamentit, por kjo nuk do të thotë që duhet të vihet në dyshim gjithë vullneti i sovranit, i popullit për këtë sallë. Megjithatë, ajo çfarë unë mund të them, lidhur me gjendjen e materialeve procedurale të referuara. Janë plot 84 të tilla, të referuar janë administruar dhe referuar deri në këtë moment që flasim nga policia e shtetit, pikërisht për çështjen e goditjes së mashtrimit kompjuterik përmes call centerave, ku në fokus të strukturave të krimit kibernetik dhe atyre të ekonomik, duke ndjekur dhe një plan masash për konstatimin e rasteve në territor, jo vetëm në Tiranë, por kudo tjetër. Keni parë dhe përmes medias dhe operacionin që janë realizuar nga policia e shtetit dhe në qytete të tjera. U përmendën bashkëpunimi me vendet e tjera, sigurisht ka qenë më i fundit operacioni Ghost Call,
realizuar në bashkëpunim me partnerët austriak, por dhe në komunikim me Europol dhe me Eurojust. Sigurisht një operacion kompleks, por pa tjetër, kjo është tregues i besimit që partnerët austriak kanë patur tek policia e shtetit dhe është materializuar me rezultate konkrete, ku kemi patur nga autoritetet ndërkombëtare, grupi kriminal kishte shkaktuar, pra sipas edhe që konfirmohet dhe nga autoritetet ndërkombëtare, grupi kriminal i dyshuar kishte shkaktuar mbi 50 milion euro dëme financiare ndaj shtetasve të ndryshëm në vendet e Bashkimit Evropian, dhe aksioni i cili është zhvilluar në Tiranë çoi në arrestimin e 10 shtetasve, 10 personave dhe sekuestrimin e mbi 890.000 euro cash, qindra kompjutere dhe telefon celular, pajisje elektronike që vijojnë të nështrohen edhe në këto momente që ne flasim ekzaminimit forenzik nga Instituti i Policisë Shkencore, por sigurisht bashkëpunimi këtu ka qenë dhe me Prokurinë e Posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe prokurit e jurisdiksionit përgjithshëm, edhe në rastin e ku këto dukuri janë konstatuar qoftë edhe në mënyrë sporadike në qytetet e tjera. Atëherë, duhet të theksoj edhe njerë se policia e shtetit, dhe ky ishte reagimi im teksa ju po flisin, pa dashur t'ju ndërprisja gjatë kohës ju po flisin, por duhet të theksoj se fakt është që nuk ka vepruar vetëm mbi bazë të çfarë kanë sjellë partnerët, përkundërzi ne vlerësojmë bashkëpunimin me partnerët, por nga ana tjetër është fakt që policia ka vepruar mbi bazë të kallëzimeve, mbi bazë të indicjeve që ajo ka mbledhur, edhe nga informacioni operativ, inteligjenca policore, por përfshirë këtu dhe informacionin e ndarë nga partnerët, qoftë në kuptimin bilateral, por edhe në kuptimin më të koordinuar përmes Europol. Tani, dukurit, pra konkretisht, format e përdorura të këtij aktiviteti kriminal kanë bënë me mashtrimin e qytetarëve përmes qoftë investimeve të rreme online, kriptovalutave dhe platformave financiare fiktive. Edhe në këto momente që flasim, policia e shtetit po ndjek këto raste, si ato të bëra publike, por edhe të tjera mbi bazë indicjesh dhe informacion të mbledhura si nga strukturat operative të policisë, por ashtu edhe nga qytetarët, të cilët janë në dieni të ushtrimit të funksionit të mënyrë të palishme të këtyre qendrave, përfshi edhe lojët e fatit të palishme, patjetër dhe po ndiqen nga policia e shtetit në komunikim dhe me partnerët brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Megjithatë, fakt është që përtej veprimtarie të palishme që shfaqen në moment caktuar duke ndjekur dhe trendet dhe dinamika, tendencat kriminale në Unionin Evropian, në rajon, dhe pa shpëtuar këtu dhe Shqipëria duke u bërë pjesë dhe afektuar sigurisht nga dinamikat të tilla që kanë të bëjnë si me trafiqet e drogave, të armëve, të krimit kibernetik, të formave të ndryshme, përfshirë dhe mashtrimin online përmes kriptovalutave apo call centerëve. Do kemi ajo çfarë është e rëndësishme është që Shqipëria, policia e shtetit gëzon në mënyrë të pa ndërprerë besimin e partnerëve, besimin si në nivel dypalësh, përmenda më herët Austrinë, por bashkëpunimi ka qenë dhe me autoritetet italiane dhe Gjermani, Austri e tjerë. Megjithatë, ajo çfarë mbetet për të theksuar në përmbyllje të kësaj pjese, për të lënë hapësirë më pas dhe për çdo sqarim tjetër të kërkuar paresa sërish duke theksuar paresa ligji dhe detyra ma lejon, është ajo çfarë është e rëndësishme dhe prioritet tashmë për policinë e shtetit, është të ndjek atë plan masash operacional,
me qëllim evidentimin, gjurmimin, hetimin dhe goditjen dhe vënien përpara drejtësisë të gjithë atyre elementeve të cilët shfrytëzojnë këtë veprimtari të paligjshme për interesa kriminale.